Patjetër, unë jam vetë nën, kështu që unë e di shumë mirë ndryshimet që pëson një vajzë që bëhet nën. Edhe nga ana psikologjike, mendojnë pak që vjen një bebe në jetë, edhe nëna pëson edhe disa ndryshime që për shembull shumë nëna kanë atë postpartum depression, depresionin postpartum, që është shumë normale që ndodh, dhe sa e bukur do t'ishte që babai, pra bashorti i saj, të ishte aty për të, pra të mos ishte, pra kjo mbështetje nuk është vetëm për beben që lind, por është sidomos edhe për nënën, që bashorti të ndihmoj gruan e vet në këtë moment ndryshimi jetësor. Ke ndonjë rast për shkakun që nëna nuk e ka gjetur vendin e punës kur ka mbaruar lejen e lindjes? Ka shumë raste, dhe fatkeqësisht ka shumë raste ku nënat ndjen edhe pak fajtore, sepse nuk duan të humbasin punën, në momentin që lindin fëmijën mund të shkojnë në punë edhe mbas një muaji. Dhe kjo shkakton shumë stres në jetën e nënës, dhe jo vetëm në jetën e nënës, por edhe në jetën e babait, sepse u duhet që të bëjnë një, si themon, si një kompromis midis ndjesisë shumë të rëndësishme të qërnurit nën baba, por edhe gjithashtu për të mos humbur punën. Kështu që unë njoh shumë raste ku fatkeqësisht nënave ju është dashur që të rikthehen në punë edhe të mos jenë të pranishme në fazën më të rëndësishme të formimit të bebes, patjetër.